Një vatër zjarri është regjistruar mesditën e kësaj të marte në njësinë administrative Orikum. Zjarri ka rënë në një pjesë të kodrës së Orikumit, anës rrugës nacionale, duke u përhapur me shpejtësi brenda pak minutash, ndihmuar edhe nga era e fortë bregdetare, e cila ka qenë prezente në qytet. Shkak për rënien e zjarrit në fjalë, mësuese ka qenë një transformator i energjisë elektrike, i cili ka marrë flak, duke i përhapur më pas flakët në pjesën e kodrës. Kanë qenë banorët e zonës, të cilët kanë lajmëruar menjëherë shërbimin zjarfikës për rastin në fjalë, edhe për shkakun se zjarri po avansonte me shpejtësi, si rrjedhoi erës drejt banesave në zonë. Pas lajmërimit të forcave zjarfikse, banorët kanë qenë ata të cilët kanë dhënë ndihmën e parë që zjarri mos të avansonte, duke luftuar edhe ata vetë me flakët deri në mbritjen e zjarfikses së Vlorës. Efektivët zjarfikës, për shkak të përmasave të zjarrit, janë gjendur në vençare në kapacitet të plot, duke luftuar me flakët prej minutash. Ka qenë e vështirë ndryrja, edhe për shkak se tereni ka qenë tepër i thyer, ku në shumë raste, efektive i është dashur të ndërhyjnë edhe me mjete rrethanore. Për shumë minuta, situata ka qenë madje kritike, për shkak se era ka shtuar intensitetin, duke avancuar dhe më tej drejt banesave në zonë, apo edhe disa njësive të biznesit, që funksionojnë kryesisht si dhoma me qera. Pas luftës me flakët prej shumë minutash, efektivët zjarfikës kanë arritur t'i vendosin në kontroll. Fillimisht, është më januar rrezikur për banesa dhe më pas, është bërë mundur izolimi i flakëve për mos të lejuar përhapjen. Pas 120 minutash, vatra aktive e zjarrit është izoluar totalisht. Efektivët e zjarfikses më pas janë kujdesur edhe për fikjen e atyre vatrave, trungjeve apo shkureve, të cilat përbën një rrezik për rindezje edhe për shkak të erës. Si rrjedhoi e flakëve sipas informacioneve, është djegur një hapësirë e madhe toke me shkure dhe bimësi të zonës, ndërsa nuk kanë shpëtuar nga flakët edhe disa rrënjë ulli të banorëve të zonës së fjalë. Krahas transformatorit i cili ka rënë në flak, policia e Vlorës dyshon njëkohësisht edhe se vatra aktive e zjarrit është shkaktuar pikërisht nga një zjarrvënie e qëllimshme, teksa edhe në këtë pistë vazhdojnë hetimet për të zbuluar shkakun e zjarrit, por mbi të gjitha nëse është e qëllimshme për të vënë përpara përgjegjësisë autorët.